Fjala sot. Pendes. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë seri programesh nga pastorët Paul dhe Doug Schroeder nga shërbesa Fjala sot. Fjala për sot është pendes. A keni dëgjuar ndonjëherë shprehjen të gabosh është njerëzore, të falësh është hyjnore? Në fakt, po të ndalemi tek pjesa e parë e kësaj thënie. Dhe po të jemi të sinqertë me veten, të gjithë e dimë se gabojmë dhe jo vetëm një herë në ditë. Pikërisht këtu qëndron pendesa. Por ka një ndryshim të madh mes keqardhjes për diçka dhe pendesës së sinqertë. Ne ju inkurajojmë të ndiqni programin e sotëm për të mësuar se pendesa është një proces që kërkon më shumë se sa thjesht fjalët më vjen keq. Do të mësoni gjithashtu se për të kaluar përmes këtij procesi dhe për të mos e bërë më gabimin, kemi shumë nevojë për Perëndin, për drejtimin dhe udhëzimin e tij. Nëse thellë brenda jush ka diçka që ju ngacmon dhe nuk ju lë të qetë, ky program është ai që ju nevojitet. Në disa nga programet e fundit të Fjala sot, ne kemi folur për pendesën, por mendoj se duhet ta theksoj më shumë këtë dhe unë jam i bindur se ne, si drejtues, duhet ta përkufizojmë pendesën pak më mirë, sepse ndonjëherë njerëzit e mendojnë atë thjesht si keqardhje, pishman apo si një peng. Këto sigurisht që janë pjesë e saj. Le të themi, një adoleshent është kapur duke vjedhur në një dyqan. Dhe unë kam parë shembuj të ndryshëm të niveleve të pendesës. Ky adoleshent, për shembull, është vërtet i shqetësuar që e kanë kapur dhe është i zemëruar e i zhgënjur. Nga njëra anë, ai do të thotë se i vjen keq dhe se do të donte të mos e kishte bërë. E përsëri, ai nuk është vërtet i sinqert, sepse ajo që i shkaktoi atij problem është fakti që e kapën. Atij nuk i vjen keq që vodhi diçka, sepse do ta bëj përsëri atë gjë që tregon se pendesa e tij nuk është vërtet e sinqertë. Duhet ketë 3 gjëra të pranishme në mënyrë që pendesa të jetë e vlefshme dhe e sinqertë. Do të shohim disa ilustrime biblike për këtë, por unë dua t'ju jap një plan që mund të ndiqni. E para, duhet të ketë turpërim dhe përulësi. Një njeri krenar nuk do të pendohet. Ai do të thotë se është më i mirë se të tjerët. E dëgjojmë shpesh këtë. Kjo krenari tregon se nuk ka pendesë të sinqertë. Tregon se atij nuk i vjen vërtet keq për mëkatet e tij. Në shkrim, kjo ilustrohet më shumë në Dhjatën e Vjetër, kur flitet për thesin dhe hirin. Kjo do të thotë se kishte një shfaqje të dukshme që mund të shihej nga të tjerët kur dikush e kishte përulur veten. Ky njeri vishej me thes dhe lyhej me hi. Ky turpërim pra është pjesë e procesit të pendesës. Së dyti, duhet ketë përgjërim. Kjo është një fjalë e madhe, që do të thotë ti lutesh Perëndis dhe të kërkosh faljen e tij. Duhet ketë një kërkesë për pendesë. Gjëja e tretë, dhe kjo është pjesa që shumë shpesh mungon, duhet ketë një përkushtim të ri për të rirë, një jetë të re. Pra, nuk mjafton vetëm fjala e pendesës, fjalët që themi, nëse ato nuk pasohen nga veprimi që tregon se ju keni ndryshuar dhe do të përpiqeni që me ndihmën e Zotit të vazhdoni të ndryshoni. Kështu, të trija këto gjëra duhet të jenë të pranishme për të qenë një pendesë e vërtetë dhe e sinqertë. Le të shohim disa ilustrime biblike si shembuj të pikëllimit perëndishëm, të një turpërimi që vjen nga zemra, të pikëllimit të sinqertë për mëkatin. Një herë tjetër, do t'ju flas për vajtimin. Ne kemi harruar këtë fjalë, por ajo do të thotë pikëllim i sinqertë. Dhe dua të theksoj se këtu ka një rrezik. Ju e dini se djalli përpiqet të prish gjithçka, madje edhe pikëllimin e sinqertë dhe vajtimin. Ai do t'i shtrembrojë ato dhe do të thotë se po e fitoni miratimin e Perëndis nga që ndiheni vërtet keq. Por kjo është shumë e gabuar, sepse është sikur ju po shkoni tek Perëndia, pasi keni derdhur 150 lot dhe tani ai do t'ju pyes nëse ju vjen keq mjaftueshëm që ai t'ju fal. Pra, duket sikur në një farë mënyre, nga fakti që ju ndjeni keq,
po fitoni faljen e Perëndis. Kjo është e trishtueshme, por djalli do të përpiqet ju bëjt mendoni në këtë mënyrë. Ne nuk po flasim për këtë lloj keqardhje të rreme, përmes së cilës ju përpiqeni të fitoni faljen. Ju nuk mund ta fitoni faljen. Në asnjë mënyrë nuk mund ta fitoni. Ajo që po themi sot ka të bëjë me pikëllimin dhe vajtimin e sinqert. Her pas here, ne kemi një kujtesë njerëzore të mëkateve të kaluara. Ne mendojmë se i kemi harruar ato dhe krejt papritur na vijnë në mendje përsëri. Djallit i pëlqen të na akuzojë për këtë. Atij i pëlqen ta bëjë këtë në mënyrë që të na çojë në dëshpërim dhe ai do të përpiqet të na bëjë të mendojmë se nuk jemi të falur, madje që nuk jemi të krishterë. Në programin e kaluar ne folëm për hipokrizin. Mirë, një person që është vërtet i penduar për mëkatin e tij, nuk është njeri i shtirur, nuk është njeri hipokrit, sepse sinqerisht hipokritit nuk i vjen keq për mëkatin e tij dhe as nuk pendohet për të. Ai nuk e merr seriozisht këtë. Nëse ju vjen sinqerisht keq për mëkatin tuaj, sigurohuni që kjo të jetë pjesë e procesit të pendesës. Hapi tjetër është t'i thërrisni Perëndis. Ne e quajmë këtë pendes. Ti kërkosh ndihmë Zotit, duke e ditur se ju nuk mund ta falni veten tuaj, duke e ditur se nuk ka asnjë mënyrë që ju të fitoni disa nga meritat e Perëndis apo ta meritoni atë. Kështu, ju i thërrisni Perëndis dhe luteni që në mëshirën e tij ai t'ju ndihmojë. Në librin e psalmeve ka një psalm shumë bukur. Është psalmi numër 51 dhe është shkruar nga Davidi. Ai ishte kryer një mëkat me Bathshebën. Kishte shkelur kurorën dhe ju mund ta imagjinoni që Davidi duhet ketë menduar se mund bënte çdo gjë që donte. Ai ishte mbreti, e ndoshta mendoi se nuk kishte problem që ai të kishte një lidhje jashtëmartësore me Bathshebën. Më vonë, ai u përpoq të mbronte veten e tij. Davidit ju desh pothuajse një vit që të pendohej. Dora e Perëndis mund të jetë shumë e rëndë mbi njerëzit që refuzojnë të pendohen. E nëse lexoni Psalmin 51, do të shikoni se pikërisht kjo po ndodhte në jetën e Davidit. Ai ndihej i dëshpëruar dhe më në fund shkon tek Perëndia dhe i kërkon të ketë mëshirë për të. Ai i thirrri Perëndis. Ky është përgjërim, kjo është lutje dhe kjo është pendes. Tani, a është kjo e sinqert apo jo? A janë vetëm fjalë apo është e sinqert? Këtë mund ta themi duke parë pjesën e tretë të procesit të pendesës. Pjesa e tretë është kthimi në një jetë të re, që do të thotë ti kërkosh Perëndis ndihmë, drejtim dhe fuqinë për të ndryshuar. Kjo ju çon në një jetë të re. Dhe këtë e shohim në Psalmin 51. Davidi përgjërohet për këtë në vargun 12. Kthehem gëzimin e shpëtimit dhe përkrahëm. Atëherë do t'ju mësoj rrugët e tua shkelësve dhe mëkatarët do të kthehen drejt teje. Ne mund të mësojmë shumë nga Psalmi 51. Gjithashtu edhe në jetën tonë, i gjithë ky proces është diçka që ne duhet ta hetojmë me shumë vëmendje. Një referencë tjetër për këtë gjendet tek letra e 2 të Korintasve kapitulli 7 vargu 10. Është një mënyrë shumë e thjeshtë për hetimin e jetës sonë, për të parë se sa të përkushtuar jemi ndaj Perëndis dhe se sa të prirur jemi që të kthehemi përsëri tek i njëjti mëkat. A i thoni Perëndis se ju vjen shumë keq për mëkatin dhe kërkoni faljen e tij dhe pastaj ktheheni sërish tek i njëjti mëkat? Çfarë do të mendonit nëse fëmia juaj do t'ju gënjente 10 herë rresht pasi ju ka thënë se nuk do t'ju gënjej më, edhe pasi ju e keni disiplinuar? Çfarë do të mendonit sikur ai t'ju thoshte se nuk do t'ju gënjej më dhe ju gënjen pas 15 minutave? Në varësi të moshës së fëmijës, ju mund ta dalloni kur ai e ka të vështirë të thotë vërtetën, e ndoshta mendon se situata do të bëhet më keq nëse ai thotë vërtetën. Unë gjithmonë ua kam bërë të qartë fëmijëve të mi se e dalloja kur ata gënjenin dhe që situata bëhej më keq po të gënjenin, se sa po të thonin vërtetën, ua kam thënë. Pavarësisht rrethanave, mund të ishte vështirë, mund të kishte disiplinim, mund të ishte problem, por sido që të ishte, do të ishte më keq nëse ata gënjenin. Është një gjë e mirë për të mësuar fëmijëve se ata nuk mund të shmangin asgjë nëse gënjejnë. Thjesht do ta fusin veten në telashe më të mëdha. Kështu para së gjithash, ka pikëllim të perëndishëm, pikëllim të sinqert
dhe dëshpërim për mëkatin. Pastaj vjen thirrja e Perëndis, përgjërimi për faljen dhe mëshirën e Tij, duke i kërkuar Atij t'ju dëgjojë, t'ju ndihmojë dhe t'ju falë. Ne e dim se kjo është arsyeja pse ai dërgoi birin e Tij që të paguante për mëkatet tona në kryq. Nëse pendesa jon është e sinqertë, ne do t'i kërkojmë Perëndis që të na ndihmojë të fillojmë një jetë të re. Ju mund ta eliminoni mëkatin nga jeta juaj dhe t'i kërkoni Zotit forcë e t'i kërkoni Atij të qëndrojë me ju e t'ju bekojë, duke ju mësuar të jetoni në atë mënyrë që ai dëshiron të jetoni. Kjo është pendesë e sinqertë. Keqardhje për mëkatin, kërkesë për falje dhe kthim në një jetë të re me ndihmën e Perëndis për të jetuar një mënyrë që e kënaq atë. Kjo është pendesë e sinqertë. Miq të programit tonë, ju falenderojmë që na ndoqët dhe lutemi që ju të keni arritur të kuptoni thelbin e pendesës së vërtetë dhe të sinqertë. Perëndia në hirin, mëshirën dhe dashurinë e Tij për ne, na i fal mëkatet tona, nëse ne shkojmë tek ai me një zemër të përulur dhe sinqerisht të penduar. Madje ai, në Jezus Krishtin, na ndihmon të ndërtojmë një jetë të re dhe të pastër, ashtu siç i pëlqen Atij të jetojmë. Për të mësuar më shumë për këtë dhe nëse doni të mësoni më shumë për Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në email twralbania@gmail.com. Këtë program mund ta dëgjoni në YouTube në kanalin TWR Albania, playlista Fjala Sot.